Tradicionalisht, qëndisja ka qenë punë grash. Dhe gratë një herë një kohë nuk rinin tërkohën në Instagram, por uleshin dhe punonin dhe bënin gjërat për shtëpinë e tyre. Pra çorapet që neve mi blejmë atje 10 pal 5000 lekë, i bënin një herë një kohë vetë. I qëndisni vetë siç janë këto, me detaje të ndryshme secila më vete, secila e bukur. Çilimat e shtëpisë, tapetet e shtëpisë, të gjitha perdet e shtëpisë, sidomos perdet e Beratit, po i keni parë në çdo vend, i kanë qëndisur vetë gratë e Beratit në ato kohë, dhe kush dinte të qëndiste më mirë, ky ishte shtëpi më të bukur në fund fundi. Dhe kush burr dinte të bënte balkonet më të mira dhe ato qaramitet më të mira, e bënte shtëpinë më të bukur, pavarësisht se në Berat qenë që të gjithë po aq të mirë, saqë i bën të gjitha shtëpitë identike dhe tani mbrohet nga UNESCO. Erdhën te ky dyqani këtu, qëndistari Beratit, të cilët bëjnë edhe veshje tradicionale, shiko, veshjet për burrat që është kjo këtu, dhe veshja për gratë që është kjo këtu, me këtë pjesën e kollarës dhe me këtë kapelen ndryshe. Edhe bluzat, si shikoni, i kanë bërë vetë. Edhe qentron e kanë bërë vetë, edhe të gjitha këto perdet i kanë bërë vetë. Po të ulesh shikosh detaje këtu, shiko edhe vendi për të vënë pirunin edhe thikën, edhe të gjitha këto pjesët që i vën mbi televizor sot kur s'kan pa televizor, mbi komodina, mbi gjëra. Në fakt as mbi televizor nuk i vën mirë sot se televizori janë bërë shumë të holl, po atëherë kur kishin televizor të mëdhenj apo komodina. Shumë të bukura këto cepat këtu, atje mjetet e ndërtimit, edhe këtu vendi ku zakonisht ulet vetë pronari apo pronarjet dhe qëndisin bëjnë diçka. Shiko si kanë bërë këtë gjën e bukur këtu. Tani, ky arti pak a shumë po humbet avash avash. Rinia nuk do të bëjmë gjëra të tilla, duan të bëjnë influencer kur të rriten, duan të bëjnë youtuber, ku diun sa gjëra të tilla. Por nëse ju pëlqejnë këto gjëra, e janë shikojnë se si bëhet, e normale nëse doni të merrni në gjë me vete, e janë merrni edhe silleni në shtëpi. Ja çantat origjinale nga Berati. Ja plazhistja. Edhe veshja shqiptare. Ishim te qëndistari Berati, handmade.